Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të rikthehemi sërish një ngjarje që ka bërë shumë buj, përsëri me të njëjtin personazh, me Ervis Martinaj. U bë disa vite që është dukur, fati i mbetet akoma mister. Do të zbërthejmë disa të dhëna me avokatën e njohur zotin Alban Duraj. Zoti Duraj, faleminderit shumë që jeni me ne. Ju falenderoj shumë për ftesën, është kënaqësi që të flasim për këtë temë kaq sensitive. Avokat, është hera e dytë që ne diskutojmë bashkë këtë temë, është folur shumë për fatin e tij. Një nga dilemat kryesore që akoma dhe policia nuk është se e ka zbardhur është a është zhdukur Ervis Martinaj apo mund ta ketë iskenuar vetë gjithë të ngjarje. Kjo është një dilemë e madhe dhe vazhdon të mbetet. Gjatë kësaj kohe, periudhe që kemi të ngjarje, pra kur është denoncuar nga familjarët humbja e shtetasit Ervis Martinaj, një nga hipotezat të cilat qarkullon, pra e kemi parë edhe nëpërmjet portaleve mediatike, nëpërmjet intervistave që kanë dhënë gazetarët investigativ apo të cilët merren me çështjet kriminale, por natyrisht edhe shumë komente të cilët japin qytetarët dhe pretendohet se ai mundet të jetë i gjallë. Pra, ekziston si një mundësi apo një hipotezë për të cilën besoj që edhe organi shtetërore apo organi akuzës, gjykata e cila po shërton çështjen e zhdukjes së shtetasit Ervis Martinaj është në pikpyetje apo në dyshimin e arsyeshëm që ai mundet të jetë gjallë. Ka ekzistuar, pra kemi pasur raste të tilla të cilat shtetasit, të cilët kanë qenë në kërkim nga organet e policisë, pra po marr organet në vendet e tjera perëndimore, ku shumë të kërkuarit ndryshonin identitetin, ndryshonin imazhin nëpërmjet operacioneve plastike, që t'i shpëtonin kapjes së policisë, pra e bënin për të shkak, por shkaku më i rëndësishëm dhe më kryesor është që të humbasi vëmendjen e atyre të cilët ta shtetas mund të kenë pasur konflikt. Pra në rastin e shtetasit Ervis Martinaj mundet që të jetë bërë një veprim i tillë, që do thotë shtetasi Ervis Martinaj mundet këtë marrë identitetin e një shtetasi tjetër, i cili mund të jetë një shtetas europian apo një shtetas i Britanisë së Bashkuar, pra të Anglisë, vende të zhvilluara të cilat ju mundsojnë edhe lëvizje të lirë në çdo vend të botës, shtetas të cilët e shesin lirshëm identitetin e tyre për çështje financiare dhe natyrisht mundet që ai të ketë kryer edhe ndonjë operacion plastik. Pra mundet të jetë prezent në Tiranë, në Shqipëri, pra krye një veprimtari lirshëm dhe askush nuk e kupton, as nga ata të cilët janë kundërshtar, por edhe nga njerëz të shtetit, të policisë, të Interpolit, të Europolit, të prokurorisë posaçme, të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë dhe e përdor të si një metodë fsheje. Dhe nëse ne i kthemi rasteve të kriminalitetit në vendin tonë, pra në fillim të viteve 90 kemi pasur njerëz apo shtetas që kanë ushtruar veprimtari kriminale dhe kjo arriti kulmin në vitin 97, pas vitit 97, e kemi parasysh Altin Dardën, i cili ndryshoi imazhin e tij, pra duke kryer operacion plastik, pra duke u bërë nga mashkull në femër, pra ndryshoi gjininë e tij në mënyrë që të kishte mundësi që ata të cilët kishte konflikt, pra një fis shumë të famshëm, për cilin ai u fut në asmëri,
në qytetin e Beratit dhe kishte mundësi që t'i shmangje dhe t'i godiste dhe ai kështu ka vepruar. Pra duke kryer krime të tilla në qytetin e Beratit dhe duke mos u identifikuar që ishte shtetasi Altin Darda deri pasaj kur e ekzekutuan pra kur e nuhatën që ishte shtetasi Altin Darda, duke qenë që ai në atë periudhë kishte krijuar shumë konflikt me shumë element kriminal të cilët ishin në atë kohë dhe sidomos pas viteve 97 duke krijuar asmëri dhe shumë armiq, por gabimi që bëri Altin Darda ishte që ai u shfaq sërish për t'u akmarrë ndaj këtyre grupeve kriminale. Dhe këta e pikasën që ishte Altin Darda. Kështu që edhe në rastin e zotit Ervis Martinaj mundet që të ekzistojë edhe një hipotezë e tillë, pra është në lojë edhe një hipotezë e tillë, por deri tani shtetasi Ervis Martinaj nuk duket në publik, nuk duket që të kryej veprimtari kriminale, ai mundet të jetë riorganizuar, pra të ketë me imazhin e ri që ka përveç familjarëve që mund ta dinë, apo ndoshta edhe familjarët nuk e dinë, pra një veprim të tillë që ai mundet ta ketë bërë në mënyrë që të ketë mundësi që mos dali informacioni. Pra e ka bërë, mund ta ketë bërë në fshehtësi dhe ai mund të jetë riorganizuar duke aktivizuar edhe vrasës me pagesë të cilët mundet i kontraktuar në Kosovë, në Maltëzi, apo edhe shumë prej tyre mund të vinë nga Rumania dhe Bullgaria. Pra kemi shumë mundësi që me imazhin e ri ai mundet të ketë kontraktuar dhe shumë nga këto goditje të cilat kanë ndodhur pas zhdukjes së shtetasit Ervis Martinaj mundet të ketë riorganizuar ai vetë me kontraktimet që ka bërë për këta vrasës me pagesë. Dhe kujtojmë këtu, kemi shumë raste ku janë kontraktuar vrasës me pagesë, të cilët vinë nga jashtë si turist, duke qenë se Tirana, Shqipëria këtë periudhë është hapur shumë për sa i përket kontaktit që këta kanë me botën e krimit, pra botën e krimit flas ndërkombëtar, duke qenë se ata janë të specializuar, pra duhet kuptojnë që nuk janë shqiptarët, ata që kanë shpikur rrotën, nëse do t'i referohemi kriminalitetit, krimit organizuar, apo veprimtarive mafioze, por këto janë modele të cilat ne i kemi marrë nga vendet të cilat i kemi përreth, nga vendet e Bashkimit Evropian apo Shtetet Bashkuara të Amerikës, vende të tjera që ne tashmë kemi kontakt dhe jemi hapur. Kështu që ekziston një hipotezë e tillë dhe po të shikojmë komentet të cilat kemi marrë nga rubrika apo nga emisioni i mëparshëm, shumë qytetarë aty mendojnë, janë të mendimit që shtetasi Ervis Martinaj nuk e kanë vrarë, por ai mundet të ketë ndryshuar identitetin në mënyrë që të shpëtoj prokurorisë nga njëra anë, por edhe atyre që ka asmëri. Pra kjo mund të jetë një hipotezë shumë e fortë, kështu që ekziston edhe kjo në le të themi hetimin apo në idenë e organit të akuzës dhe të gjykatës. Megjithatë unë jam i mendimit, pra personalisht me aq sa kam lexuar dhe kam informacion që kemi nga media, jam i mendimit që ky shtetas është i ekzekutuar. Pra ekzekutimi pasaj është lë forma tjera në mënyrë që të zhduken prova dhe që ne i sqaruam për mënyrat se si organizatat kriminale të cilat zakonisht ne kemi një model italian që kemi ndjekur për shkak edhe të afërsisë që kemi, po edhe atashimit që organizatat tona kriminale kanë, fillimisht në këto vende, pra ku kemi qenë ekzekutor, kemi qenë në nivelet më të ulta dhe pastaj jemi ngjitur për shkak të punës, ambicjes që kanë shqiptarët, besnikërisë që tregojnë dhe më pas të bashkëpunimit. Pra ne tashmë kemi organizata që janë bashkëpunëtore me organizatat si Ndragheta, Santa Corona Unita, Camorra, pra janë një sër
organizata të cilat edhe pse shteti aty i ka goditur, ato kanë element të cilët ende ekzistojnë. Modeli është i njëjtë, pra familje, ata kanë familjen shumë të fuqishme dhe në pas të farefisit dhe lidhjes miqësore, shoqërore, shok, pra që mund të jenë rritur bashkë e tjera me radhë, dhe e bën të pamundur edhe shtetin, edhe organin e akuzës, edhe policinë që të penetrojë, që të deportojë në mënyrë që të kryej hetime dhe të zbërthej veprimtari kriminale të këtyre organizatave. Dhe një nga mënyrat e tjera, cilat ne nuk e shprehem herën e kaluar, është që këto organizata ekzekutimet i kryen edhe duke i murosur, pra i murosin të gjallë personat të cilët ata duan që ta kmeren, pra mënyra e se si kryet një krim është mlefi që ata kanë për shkak të konfliktit që është akumuluar, dhe një nga mënyrat e tjera është që e kapin rob personin që ata duan ta eliminojnë dhe murosin të gjallë. Pra, mund ta murosin në kolonat e një pallati shumë katësh në mur, por zakonisht bën në pjesën kur janë ngërmuar themelet dhe hidhet betoni për themelet apo për ato katet cilat janë nëntoksore. Dhe e njëjta veprimtari që kryejnë organizata kriminale në Republikën e Italisë, pra kur vjen puna tek ndërtimet, pra ata në sektorin e ndërtimit janë shumë fuqishëm, por që besoj e njëjta situatë është edhe këtu, edhe pse mund të ketë prestanome ose individ sipërmarrës, të cilët mund të jenë në imazh, në publik, në mënyrën se si komportohen me publikun, me median e tjera me radhë si biznesmen, sipërmarrës të ndershëm, por që underground mund të kenë partneritet me organizata të tilla kriminale që financohen, që ndoshta edhe i pasron parat. Pra ka shumë mënyra bashkëpunimi që njeh krimi organizuar ndërkombëtar, dhe një nga alternativa mund të jetë që shteta si Ervis Martina të jetë murosur i gjallë, pra të jetë kapur, dhe këta në shenjakmarrje mundet që ta kenë bërë një gjë të tillë. Por këto ngelen thjesht në kuadrin e një hipoteze për mënyrën se si kryet një ekzekutim, pra janë forma që organizata kriminale i bëjnë, pra kur i bëjnë ne marrim modelet tjera që i cituam apo i sqaruam pak më sipër, dhe kjo nuk përjashtohet nga hipoteza që organi i akuzës duhet që të jetojë. Pra, së pari merret cilët janë shtetasit që kanë patur konflikt me shtetasin Ervis Martinaj, në mënyrë që pasaj të dalin te mënyra se si mundet të jetë zhdukur apo të jetë eliminuar, apo anasjelltas për mënyrën se si mundet ky shtetas të jetë kamufluar, të jetë fshehur, të ketë bërë operacion. Pra këto janë detyra të cilat besoj që organi i akuzës është duke i vëzhguar dhe duke i hetuar. Pra fakti që nuk kemi asnjë komunikim publik përveç komunikimeve zyrtare që ne kemi marrë nga kryeministri, nga ministrat e brendshëm, pra kemi 2 ministra të brendshëm, nga drejtorët e përgjithshëm të policisë, të cilët sapo janë vendosur në detyrë, pra ata kanë vënë një afat qinditor për të zbardhur të ngjarje. Dhe sot ende nuk kemi asnjë komunikim zyrtar nga institucionet, edhe pse familja ka bërë apel, edhe pse familja ka shkuar në prokurinë e posaçme, ka çuar provat, ka çuar telefonin, ka çuar videot, ka çuar mesazhet. To janë prova shumë të rëndësishme. Pra në momentin që çohet aparati celular që vjen nga shtetasi Ervis Martinaj, aty janë të gjitha komunikimet, numrat e telefonit, tabulatet, me kë janë bërë komunikimet dhe zbërthehet i gjithë mekanizmi. Dhe në të gjitha hetimet që ka kryer, po ta shikojmë prokuria e posaçme, çfarë bën? Edhe tek zyrtarët e niveleve të larta, ata shkojnë dhe i marrin telefonin. Pra, edhe pse është nën hetim, ka imunitet, i bëjnë kontrollin e parë që i bëjnë, sepse kanë të drejtë, dhe edhe gjykata faktikisht ja u ka dhënë këtë mundësinë, se prokuria e posaçme
duhet që të shkojë të marrë leje në gjykat për një kontroll banese apo sekuestrim sendi që është aparati i telefonit, dhe nga aparati i telefonit ka dalë çdo veprimtari kriminale. Kështu që në këtë kuptim besoj që shumë shpejt do të kemi një përgjigje nga organi i akuzës, po përgjigjja nuk është komunikim me mediat, por është një përgjigje me masat e arrestit të cilët mundet të vendosen për persona të cilët mund dyshohet se kanë kryer rrëmbimin dhe eliminimin e shtetasit Ervis Martinaj. Qartë, avokat, marrim të mirëqen këtë versionin e fundit që ju sapo thatë që atë mund ta kenë eliminuar. A është e vërtetë që disa grupe bën bashkë për të bërë të mundur eliminimin e tij, duke qenë se Martina ishte i fuqishëm edhe nga krahu tjetër duhej një aleancë e fortë për ta mposhtur një fuqi kaq të madhe që ai zotëronte? Patjetër, kur vjen tek eliminimi, pra sidomos kur kemi të bëjmë me individ, me shtetas, të cilët fillojnë edhe hapin shumë fronte, janë të vetëm, nuk bëjnë aleanca, pra këto njihen që në kohën e principatave, pra që në kohën më të hershme, kur vjen puna tek aleanca mes shteteve, aleanca mes principatave, mes mbretërive, pra edhe organizatat kriminale apo individët të cilët kryejnë veprimtari kriminale thjesht për të mbrojtur biznesin e tyre. Pra, unë nuk mendoj që shtetasi Ervis Martinaj është kryetari një organizate kriminale, ai thjesht ka pasur një sipërmarrje biznesi, por për shkaqe të cilat do duhej që të kryente veprimtari të tilla kriminale për të vendosur në të drejtat e tij të biznesit në funksion të tij, që do thotë për të kërkuar një të drejtë, atij do t'i duhej që të përdorte dhunën, armët, presionin, rafjet deri tek vrasjet. Pra, jo ai personalisht, por flitet, pra sipas informacioneve që ne kemi dhe hetimeve, pra kemi pasur një ngjarje për cilën e kemi parë edhe në media, në një restorant në Tiranë, ku ai nuk ka qenë personalisht që ka goditur, por në nxehtësi e sipër një shok i vet që ishte prezent ka nxjerrë arma dhe ka vrarë një qytetar. Pra, veprime të tjera të cilat ai ndoshta ka qenë i detyruar për shkak edhe të këtij biznesi që kryente, që ishte shumë fitimprurs dhe i lakmueshëm nga shumë organizata kriminale. Pra, në të tilla veprimtari fitimprurse në çdo vend botës është një luftë shumë e ashpër. Pra, nuk kemi një konkurrencë të ndershme, të drejtë. Përdoren të gjitha metodat për ta marrë një biznes të tillë. Mund të jesh shumë i zoti, shumë i zgjuar, të ngresh një kompani, të kesh sukses, por duhet përdorësh edhe metoda për ta mbajtur një kompani, sepse kemi pasur shumë raste gjobvënie për mënyrën se si biznesmen të ndershëm, të cilët nuk kryejnë, pra nuk kanë përdorur metoda për të mbajtur biznesin e tyre dhe janë gjobitur. Ata janë detyruar, i kanë marrë bizneset, i kanë çuar në Maqedoninë e Veriut, shumë prej tyre në Kosovë, në Maltëzi, në Itali, në Greqi, pra kapitale të cilat shteti është i interesuar që të ketë sa më shumë sipërmarrje. Dhe këtu shteti duhet të ketë më shumë vëmendje ndaj sipërmarrësve të drejtë, ndaj sipërmarrësve të cilët nuk përdorin metoda për të mbrojtur. Pra duhet shteti është ai për t'ia garantuar këtë mënyrë që tu të ketë investitor, së pari investitorët, ne duhet të mbajmë investitorë shqiptar dhe për ta ka shumë të serioz, të cilët janë të talentuar, të cilët kanë qëllim vetëm ofrimin e një të mirë publike, por natyrisht edhe punësimin e shumë qytetarëve, të cilët janë të rëndësishëm në jetën e vendit tonë. Nuk kam pse shqiptarët të ikin jashtë, ndërkohë që ne kemi këtu të gjitha sinët, kemi një vend të bekuar, pra shteti duhet të ndjeki politika, një favorizim për sa i përket klimës së biznesit, eliminimit të korrupsionit, rritjes së pagës të administratës publike, në mënyrë që ne të kemi zyrtar dinjitoz dhe t'i trajtojnë me barazi të gjitha sipërmarrjet në vendin tonë.
Pra, shumë prej tyre largohen nga sipërmarrjet, disa prej tyre detyrohen që të përshtaten me situatën këtu në Shqipëri dhe ose këta bëjnë pakt me organizata kriminale të cilët futen në partneritetin e tyre, pra duke u marrë ndoshta edhe përqindje në veprimtare ose përqindje në biznes, kuota të fshehura e tjera me radhë, dhe ndërkohë kemi dhe të tillë si shtetasi Ervis Martinaj, i cili del zot vet, pra ai me besimin që kishte tek vetja, por natyrisht edhe guxime, sepse atë tregojnë një çun kurajoz, i cili nuk kishte frikë, vepronte edhe i vetëm, pra este vetëm, nëse ne do t'i referohemi pamjes së fundit, ai ka qenë i vetëm fare tek zona e Ringut, pra një qytetar i thjesht, sepse mendonte që edhe ato veprime të cilat ai mundet t'i ketë kryer, pra për sa i përket kryer veprimeve të palishme për mbrojtjen e biznesit, ai ka menduar që kanë qenë të drejta. Kështu që në këtë kuptim ne presim shumë nga prokuroria e posaçme dhe nga prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë që të hetojë sa më shpejt për të çështje, për të mirën e familjes, por edhe për t'i dhënë një përgjigje dhe sipërmarrësve të tjerë, të cilët duan të punojnë dhe të jetojnë në këtë vend, në mënyrë që ata të ndihen të sigurt dhe ata që kanë kryer krimin të mbajnë përgjegjësi penale dhe të marrin dënimin më të madh të merituar. Avokat, pas lajmit të zhdukjes së Ervis Martinajt ndodhen disa ngjarje, kujtoj ngjarjen në Don Boskos, ku u vdiqën 2 personazhe, po ashtu një e vdekur mbeti edhe kamariera e lokalit, pati një ngjarje tjetër në Greqi, ku mbeti i vdekur në sy të gruas një personazh. U fola së kohe që ngjarjet kishin lidhje me Ervis Martinaj. Mund të ketë dhëna që mund të jetë dora e tij në thonjza që i kreu këtë vrasje, këto ekzekutime, për shkak të asaj që ngjau me kushëririn fillimisht, por më pas edhe me të. Këto ngjarje duhet të hetohen nga organi i akuzës, që do të thotë merren gjitha komunikimet e telefonave, por natyrisht edhe ato komunikime që kanë dalë nga Encrochat-i dhe Sky SSS, që do të thotë përftime të komunikimit, identifikimin kush i ka përdorur to komunikime dhe natyrisht edhe identifikimin e këtyre personazheve në vendngjarje. Pra në momentin që ata kanë qenë përpara se të goditeshin, në momentin që kanë ardhur vrasësit, pra ndiqen të gjitha itineraret e vrasësve, në momentin që vinë, në momentin që ikin, kjo është punë e timit që bën organi akuzës, për të cilën besoj e ka bërë, pra punë e parë është sekuestrimi e gjitha kamerave të hyrjes së daljes, në mënyrë që të identifikohen komunikimet që kanë pasur në momentin kur kanë dalë vrasit, në momentin kur kanë ikur, por edhe viktimat në momentin që është bërë ky ekzekutim, ata kanë pasur edhe komunikimet e tyre në telefona, i është ushtruar kontrolli banesës në shtëpinë e tyre, aty kuptohet nëse këta kanë pasur konflikt me shtetasin Ervis Martinaj apo jo. Dhe është shumë e rëndësishme që të zbulohet ngjarja, të kapen autorët që kanë kryer krimin, të përdoren metodat e bashkëpunimit, pra është një institut shumë i rëndësishëm për bashkëpunëtorin, në mënyrë që ai të flasi për sa i përket kush e ka urdhëruar për të kryer të krim. Është një institut shumë i rëndësishëm për cilën ekziston një ligj i posaçëm, por që është një ligj i cili çalon, ku ja jep pamundësinë, që do të thotë pamundësinë për të siguruar familjen, identitetin e tij, të ardhurat, largimi nga Shqipëria, pra këto janë masa të cilat nuk i merr dot shteti ynë, pra për të zbuluar gjithë mekanizmin se si kryen këto krime, duhet të ketë fuqizim të institutit të bashkëpunimit, në mënyrë që në këto raste kur kapet një ekzekutor, atij t'i jepet mundësia që të flasi lidhur me ata të cilët e kanë kryer vërtet të krim. Edhe kjo është gjithë thëmra e Akilit, gjithë strategjia që kanë përdorur në vitet 70-80 Republika e Italisë, ku ka pasur një problem shumë të madh me mafjen, krimin e organizuar të asaj kohe,
ku nëpërmjet bashkëpunëtorëve të këtyre organizatave kriminale e ka zbërthyer mekanizmin e krimit, mekanizmin se si funksiononin të organizata kriminale, se si investonin parat, por ajo që është më rëndësishmja, kush e ka urdhëruar një vrasje, sepse bëhet fjalë për jetën e një qytetari, përveç të tjerave, por jeta e qytetarit është shumë i rëndësishëm, edhe pse ai mundet të ketë kryer krime apo një veprim të paligjshëm, duhet kuptojmë që shteti i ka marrë përsipër të gjitha të drejtat dhe detyrimet për të mbrojtur jetën e qytetarëve. Në mënyrë që qytetarët kenë një veprimtari sa më normale, një veprimtari sa më të sigurt dhe natyrisht që të garantoj barazi para ligjit dhe të drejtat dhe detyrimet të njëjta. Avokat, dhe një pyetje të fundit, me Martinaj në momentet e fundit ndodhe edhe një ish polic, bëhet fjalë për ish policin Lami, që u arrestua së kohë shoqëruar me polici më pas u la i lirë. Mendoni që ai mund ta ditë vërtetën? Ai e ka dhënë deklarimin e vet përpara organit të akuzës. Ai ka qenë prezent, pra ne kemi vetëm pamjen e fundit, pra që do të thotë pamja e cila është siguruar, por kush e ka siguruar të pamje, kush ka qenë interesuar për të siguruar të pamje, dhe a është bërë kjo e qëllimshme për të nxjerrë si pamje. Pra, nëse ne do t'i referohemi hipotezës së dytë që ngritëm në rubrikën e sotme, lidhur me ekzistencën e shtetasit Ervis Martinaj, atëre mundet të çojë që ai ndoshta ka bërë identifikimin apo nxjerrjen e këtij imazhi në mënyrë që të sjellë në vëmendje që aty ka qenë në momentin e fundit. Kështu që megjithatë, organi i akuzës gjatë asaj kohe e ka marrë në pyetje, e ka ofruar ndihmë zotit Lami, pra i ka ezauruar të gjitha mundësitë. Kjo mundet të jetë alternativa që mundet të jetë në tavolinë apo si hipotezë, por një mundësi tjetër është që kamerat kanë kapur vetëm atë moment, periudhë, momenti që ai është ndarë nga zoti Lami, pastaj në momentin kur ka ndodhur rrëmbimi, ai ndoshta ka qenë më vete, pra ka qenë ka ecur në autostradë dhe ndoshta aty e kanë kryer edhe rrëmbimin, dhe rrëmbimi mund të jetë kryer me uniformën e policisë, pra me një makinë policie, e cila ka hapur derën, e ka ndaluar, e ka bllokuar në trafik dhe e ka marrë menjëherë duke kryer një lloj arrestimi, dhe kjo për të bërë e besueshme që shtetasi Ervis Martinaj të dorëzohej, pra mos kishte rezistencë, por natyrisht edhe për të humbur vëmendjen e qytetarëve në autostradë. Pra kjo mundet të jetë një alternativë, sepse itinerari që ai mundet të ketë ndjekur është rruga e Durrësit, pra duke urtulluar tek Zogu i Zi dhe duke dalë në autostradë, dhe ndoshta ka qenë duke shkuar për në banesën e tij, sepse kishte vitet e fundit që jetonte në banesën e tij në Fushkuqe, dhe ajo rruga nga Casa Italia edhe për të marrë autostradën dhe për të rrotulluar për të shkuar mund të ketë qenë segmenti, kjo mund të jetë një alternativë në një vend që s'ka pasur kamera, duke organizuar një tip operacioni policor. Pra, kjo është ajo që unë mendoj, pra si hipotezë për vetë mënyrën, por nuk ekziston, nuk përjashtohet edhe hipoteza tjetër që nëse do t'i referohemi hipotezës që ai është gjallë, i bie që ta kenë nxjerrë edhe vetë si alibi, pra si video që ka qenë aty, ndoshta ka qenë ndonjë bashkëpunim edhe me zotin Lami në mënyrë që të humbasi gjurmën dhe për të bërë e besueshme si rast. Megjithatë, të gjitha versionet janë në tavolinën e organit të akuzës dhe besoj edhe për shkak të vëmendjes të madhe që ka, për shkaqe që ne i arsyetuam, i raditëm pak më sipër, organi i akuzës, por edhe mediatike, se kjo është bërë një problem shumë i madh mediatik, organi i akuzës po i kryen të plota, të gjithanshme dhe së shpejti, ndoshta kemi
arestime të tjera të cilat janë në vazhdën e rrëmbimit apo vrasjes së shtetasit Ervis Martinaj. Avokat, faleminderit shumë për këto detaje, faleminderit shumë që ishit me ne. Falenderoj shumë, më është kënaqësi të jem gjithmonë tek ju.